Në SBA, komandant Selim Çelmeta, modeli i integrimit të leadershipit në forcat e rendit, shoqata amerikano-shqiptare e forcave të zbatimit të ligjit, AALEA, ka vlerësuar një nga figurat e saj përfaqësuese, komandantin Selim Çelmeta, sekretari i përgjithshëm i shoqatës dhe drejtues në zyrën e sherifit të qarkut në Santa Barbara, si një histori suksesi që mishëron ëndrrën shqiptaro-amerikane. I lindur në Pezë në Tiranë, Selim Çelmeta është sot një nga emrat më të respektuar të komunitetit zbatimit të ligjit në Shtetet Bashkuara. Gjatë një karriere të gjatë të spikator, ai është quajtur për leadership të fortë, për kushtim profesional dhe angazhim të pandërprer në forcimin e rolit dhe të pranisë AALEA në rang kombëtar. AALEA thekson se kontributi i komandant Çelmetës ka qenë frymëzim për 10 profesionistë shqiptaro-amerikanë në fushën e rendit dhe të sigurisë, duke nxitur brezat e rinj ndërtojnë karrierën mbi vlerat e shërbimit publik, integritetit dhe ekselencës profesionale. Për te detyrës zyrtare, Selim Çelmeta njihet si aktivist i komunitetit, kampion shqiptar i ciklizmit dhe si mbajtës i titullit të lartë Grand Master akorduar nga Zyra e Presidentit të Republikës së Shqipërisë.